Vetëm një detaj, sepse edhe në shkurt ka pas aludime për vjedhje të vota në Mërgat, si që din. Edhe kam pas eksponent prenali dhe kësë që kanë akuzu njëri tjetërin. Pastaj në zgjedhjet e fundit. Po, jam vjedhë në mëzvetet në shkurt. Jam vjedhur, edhe dyta është në zgjedhjet e fundit që është partia dytë, në fakt, partia tjetër opozitare, PDK-ja, ishte lider këtu në këtë proces dhe çështja kryesore është cila është oferta politike që ti ja paraqet popullit Kosovës. Oferta politike është kështu, vjedhe kolegun, do vënë imagjinoj që ai bën popullit Kosovës. Kjo është vërtet fatkeqësi. Njerëzit duhet mësohen që projektet politike nuk janë duhet testohen para popullit Kosovës, shërbimi publik është në mirëbesim, edhe duhet presim verdiktin e popullit Kosovës. Unë të garantoj që edhe besoj shumë që popullit Kosovës i vren këto, elektorati është shumë i mençur dhe i penalizon këto sjellje. Qa ndron për 6 muaj? Unë besoj që lëvizja dhe dosje aty do të jetë ngjashëm dhe mos më shumë se sa në zgjedhjet e fundit. Që i bjenë që dika, ose kanë me dollë ma shumë njerëz në zgjedhje, ose edhe ma shumë njerëz kanë me votu për ju, pe i ka vinca ta. Unë besoj që ne duhet të shohim indikacionet e para. Indikacionet e para janë tek regjistrimet në Mërgat. Është rekord i regjistrimit në Mërgat. Edhe unë besoj që ai është indikacioni i parë. Indikacionet e dyta janë dhe që është e rëndësishme, duke se ka një përpjekje nga partitë opozitare të thonë popullit Kosovës që mos dilin zgjedhje, dilin më pak, me shpresën që populli Kosovës do bindet që jemi lodhur ose lojrat e tyre të lodhjes së elektoratit do të funksionojnë, po unë besoj që edhe këtë herë elektorati do të ketë një zgjedhje dalje të kënaqshme në zgjedhje, edhe do të mirëmbahet kursi i ecjes përpara, sepse nuk po dojnë më kthym mrapa. Domethënë Kosova nuk kthehet mrapa, ka vendosur me tutje në të ardhmen populli i Kosovës është bërë tani, po dhe në të ardhmen është bërë shumë kërkues, kërkon projekte të qarta, ndershmërinë e qeverisë dhe e ka një farë droje, një farë frikë që s'është ka kthehet mrapa dhe ofertat politike nuk do më kthy mrapa dhe ofertat politike alternative i kitë ngjashme. Po që kërkom projekte që ky popullun e kom dyshimet sinqerta, po janë dyshimet mia, janë probleme